أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Dakle, falëndrimi të kënë Allah Azza wa Jall, sotit e gjithësisë. Pasë mëshira dhe bekimi Allah që për i pejgamberit tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij të pastër, bi shokët e tij besnik, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin hapjen e tij në fund. Nderuar vëllezër, nderuara motra, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pasha mëshira dhe bekimi Allah Azza wa Jall që mbi gjithë ju. E veçanërisht pasha mëshira dhe bekimi Allah Azza wa Jall qoftë gjithë neve të cilët e kalum sot këtë ditën e parë. E shpesh që Allah Azza wa Jall ta bëj kabul, i lutemi atij që edhe këtë shfarë në ka mbetur prej muajit të Ramazanit, inshallah ne jemi të fshehtë në fillim, por shpesh që çdo herë ka bëjmë këtë dua, na bëj Allah Azza wa Jall lehtë. Pas adet pejgamberi alayhi salatu wassalam kërkon të dua, në stira shkote, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan, nuk ka gjatë lehtë, vetëm atë të cilën ti e bën lehtë. Wa anta in shi'ta ja'alta as-sa'ba wal hazana sahlan, atë sikur ti dan, sikur ti e vullnet të jatë, edhe atë çka ishte vështirë ti e bën të lehtë. Edhe kesh një vërtet e madhe se sa sende të cilët neve njerëz ndoshta i ndërvlerësojmë në jetën tonë të përditshme, i konsiderojmë se sende të lehta, të vllajshme, na dalin shumë vështira. Por dhe sende tjera të cilët ndoshta na duken vështira, shohim se na duken mendimin e Allahut të banë të lehta. Faktikisht diçka është në dorën e Zotit, prandaj jonë është faktikisht që i lutemi Allahut Azza wa Jall gjithmonë, sigurisht edhe në xherim, sigurisht në raste të tjera, që na i lësojnë ibadetet tona, na i bajë Allah i ata, edhe inshallah Allah Azza wa Jall arrisht i kënaqur me rasim për nesh të një bën kabul. Unë sonte ishe pas qef të ndaj me juve hutbën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, cilën ai me vërtet e ka një natë para Ramazanit, ose natën e fundit, ditën e fundit të muajit Shabanit, hutbë ose fjalimi, se në arabisht më thonë edhe hutbës edhe edhe fjalimi të cilin nuk duhet detyrimisht me qenë edhe fjalimi i premtjes ose fjalimi i xumas. Pra hutbë në arabisht është çdo fjalim. Por zakonisht ndodhet domethënë gjithmonë se është fjala për hutbën e cila është hutbë e xumas. Mund të shika këtë hutbë e xumas, por mund të ka qenë thjesht fjalim që pejgamberi alayhi salatu wassalam është drejtuar mund prak ardhjes tij muajit mëdhështor, është drejtuar sahabeve të tij në mënyrë që t'i përgatisë ata, t'i ndërgjegjësojnë një farë mënyrë ata për rëndësinë e këtij muaji të madh që është muaji Ramazanit, në mënyrë që ta presin në mënyrë ashtu sikur se e meriton ky muaj nga u prit. Edhe faktikisht i flet për në këtë fjalim, flet pejgamberi alayhi salatu wassalam për sendet të cilët janë marrë relevante, marrë të rëndësishme dhe në cilat theksohet vlera e këtij muaji mëdhështor. Nuk e di a kena më shumë krejt fjalimin faktikisht me analizu pejgamberit alayhi salam, por me sa të marrim sonte inshallah vazhdojmë edhe në natën tjetër. Por atë çfarë unë dëshiroj është që të nxjerrim disa mësime, faktikisht se sikurse edhe fjalimet që është detyra tyre është që me i motivu njerëzit. E dini se komandanti kur del përpara ushtrisë generale, kur del shoku ushtaraku, ai del për një motivu ushtar që dalin për armikut, që shëndrojnë heroikisht, edhe e për me dije se jetë atyre, edhe nëse sakrifikohet pak, për një të mirë më të madhe, për një riqo, për kundra tiranisë, kështë moral, më thamë, edhe në këtë rast e kemi paka shumë njëjtën situatë dhe njëjtën atmosferë, kur del pejgamberi alayhi salatu wassalam para shokëve vet, në mënyrë që mi motivu atyne që ti muajt mi andhan hakun cilin ky muaj me vërtet e meriton. Edhe ai thotë,
hadithin transmetohet prej Selmanit Farisiut, nga vet fjalimi duket se është për herë të parë. Do thënë, është Ramazani I parë me cilën përballet komuniteti musliman, duhet të dini se duket edhe imami dia përmendi, pra bëhet obligim Ramazani në vitin e dytë sipas Hijrës. Në vitin e dytë sipas Hijrës, do të thonë mas 15 vjetëve të shpalljes së Kuranit. Ajeti ja alladhina amanu kutiba alaykumus siyam është I zbret pejgamberit alayhi salatu wasalam shumë bon. Do thonë, diku 2 vjet pas që ata kanë emigruar në Medinë. Kështu që ata Selmani ato takohet me pejgamberin alayhi salatu wasalam në Medinë. Selmani vjen prej Persisë. Edhe vjen zënda një herë në Damask, edhe prej Damaskut, atje të e lyp, ishtë një prej atyre kërkuesve të vërtetës, edhe fejës të vërtet, a I me lyp fejën e vërtet, njerë konverton në krishterizëm, dhe sa ishtë në Siri, a më sëllek të të mërë vërshë, dhe për të arë pejgamberi, është paraqit pejgamberi I cili është I premtuar që do të vinë, edhe do t'i shpallet, do të vinë Arabëve, atëherë ai emigron edhe shkon në Medinë, po edhe bëhet të pranon Islamin edhe bëhet një prej muslimanëve dhe shokëve më të afërt të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe ai pikërisht ai e transmeton këtë hutbë, se si kreni të shëshini është një atmosferë, ku se ishte për herë parë që pejgamberi alayhi salam I njofton njerëzit për lerën e tij madh që është muji Ramazani. Edhe është I vetmi muji I cili përmendet në Kur'an me emër. Muji Ramazani është I vetmi muj prej 12 mujve që I ka viti lunar, e që është I përmendur në tekstin gjinor, në tekstin kuranor, me komplet emrin e tij. Shahru Ramadan, muji Ramazan. Për ata e dini edhe kur e lexojmë shumë Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, muji Ramazan është muji në cilin ka zbritur Kurani. Ajeti I famshëm I surës Al-Baqara. Pra, që na bën me dije për lerën edhe dallimin edhe veçorinë e tij mujt më kështu. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam I drejtohet njerëzve ja ju nas, qad adhallakum shahrun adhimun mubarak. Ju erdhi juve hija. Në çështën e dallimit pejgamberi nis edhe jep simbolik. O ju njerëz, o ju popull. Thot, ju erdhi juve hija I një muj të madh edhe një muj të begatshëm, një muj të bekuar, mubarak. Hija ka simbolik në gjuhën arabe dhe në çdo gjuhë tjetër, se hija në kupton diçka që të mbron ty prej shkallës, prej vakës, prej xhetit. Në këtë rast muji Ramazanit është faktikisht hija e cila I mbron atë duhet me mbrojtje musliman prej zjarrit të xhenemit. Ata dhe pejgamberi alayhis salam kur I thotë avallakum prej dhill në gjuhën arabe, do të thotë hija. Erdhi juve hija. Edhe natë tjetër e ka një edhe simbolikën tjetër I dini tash kur e shohim kur vjen nata për shembull në glotin toksor, e shihni se si e ndan ditën për shembull. Ose vjen në formë hije, si kështu. Do të thonë kur nata fillon që me azan ditën, do të thonë ajo vjen në formë hije. Ashtu edhe thosë e pasqyron pejgamberi alayhis salatu wassalam po të njëjtin realitet I cili është një prej fenomeneve natyrore të mrekullueshme të Zotit Azza wa Jalla. Adhallakum shahrun adhimun mubarak. Mubarak, dhe më thanë gjuhën arabe I bereqetshëm, ose I bekuar. Çka është bereqeti? Është një pyetje jashtë, sa të që neve mendojmë se e dim, edhe mundën faktikisht me konceptu, ja dhe aq. Ishtë tërë shumë I ndërlikuar edhe që ka një kompleksitet në vetë. Faktikisht në gjuhën arabe termi baraka, dhe më thanë ka ullë gjënjë. Në kuptan debja kur ullet gjënjë edhe kur shtrihet, kur shtrihen ata anë të saja, aja e ban aktin e asaj që quhet baraka. Në kuptan një stabilitet, në kuptan edhe një ramje, një vertikal, edhe një stabilitet të tillë, por edhe një përullje. Faktikisht se na bën Allahu Azza wa Jalla me dije se bereqeti është diçka që vjen prej lartit, është diçka që është hyjnore, është diçka që në kupton vertikalen edhe mund ta arrini vetëm atëherë kur juve domethënë gjendeni në gjendjen e për ulësisë. Edhe poshtë ka domethënë edhe një vlerë shtojce, shtesë. Si ishte thënë në shtin
krizë. Domethënë, është jezdat, thonë arabisht ose izdiyat. Që do të thotë domethënë vlerë shtesë e që është vlerë shpirtnore. E cila i shtohet njerëzve të caktuar, i shtohet kohëve të caktuara ose vendeve të caktuara. Njerëzve të caktuar, e dini se pejgamberi janë njerëz të bereqetshëm. Ata janë njerëz të sinqertë, por kanë dera, janë shumë të ngritur së shpirtnisë së saj, njerëz të tepër ata dhe janë ata që Allahu i zgjedh që me kuptu mesazhin e vet. Kena dhe vendet të cilët janë bereqetshme. Fejme ke biluat e muqaddes situat. I e në tokën e shenjtë, i thotë Musa a.s. Takhlan alej, ishin Allah, se ti je në një vend i cili është i bekuar, i cili nuk kupton një trajtim tjetër, nuk kupton një respekt tjetër, për shkak se tu është më prezente energjia binore. Të është kja, të është bereqet. Është një energji binore e cila dallohet. Njerëz caktuar, vendet caktuara, edhe mbi gjitha, kohë caktuara. Vendet caktuara se si kishim mund të ndryshë me shpjegim se një namaz për shembull në xhami, për shembull në Mesjidul Haram, i bën sa 100.000 namaze. Ose për shembull ose në xhamin e Mekës, Medinës për shembull 5.000 namaze ose në Jerusalem poshtë. Domethënë, e gjithë kjo e fiton deri për shkak se Allahu i dallon disa vende me bereqet, ashtu si Muslimi i dallon disa kohë me bereqetshme. Kohëna të cilat ndoshta nga aspekti jon kohor janë njëjtë, nëse i masim me minutazh, nëse i masim me orë. Muaj Ramazanit 29 ditë, ka më tepër saq. Eventualisht rreth, pavarësisht se sa është, nuk dallon shumë prej cilit dalluj tjetër. Nga sa i përket kuantitetit, e ka po të njëjtën sasi. Ishim thënë, ose po të njëjtën kuantitet. Por nga aspekti cilësisë dhe kualitetit ka shumë dhe më të madhe. Për atë vazhdon pejgamberi edhe thotë fihi lejletun khairun min alfi shahr. Në është thotë një natë e cila vlen më tepër se 1.000 muaj. Vlen më tepër se 1.000 muaj ose 83 vjet. Vetëm një natë e cila gjendet këtu, e cila faktikisht e ka bekuar e ka mush me begatia dhe me bereqet binor komplet muajin e javë, domethënë cilësi. Pse s'është natë të cilën vjen diçka prej vertikales, prej larg, me fjalë Allahu ka thënë. Edhe derdhet faktikisht edhe atë bereqetin e saj në komplet muajin vile del diçka edhe në përshaban edhe në bereqet. Si është? Për atë edhe janë muaj dallum. E jo vetëm që më përshëndrua dhe më fokusuar, e bën një përmbytje ose një vërshim total bereqetit, nëse kishim një të më. Për atë, edhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam është një muaj i bekuar, edhe me një herë vjen argumenti pse është i bekuar. Se këtë natë, këtë muaj që në natë të cila vlen më tepër se 1.000 muaj. Aja nata faktikisht prej akşamit deri në sabat nuk është as më tepër as më pak, sikur se çdo natë tjetër, por derisa ata të 30 të Allahut. Ibadeti aty në naç. Edhe namazi për shembull haremin e Shabes, si ky namaz më dha pas më tepër jacie se 4 rekat. 4 janë. Ja sa janë partnera është shumë më madhe se sa për shkak të bekimit të bereqetit të çançi sanaj. Prandaj edhe këtë rast, edhe në këtë pikpamje të fillon edhe i përgatit shpirtnisht edhe psikikisht për një uqas këti muajt ashtu sikur se e meritan. Kuptohet me një fjalim, e fjalimet e pejgamberit, hipet e pejgamberit nuk kanë kur gjatë, janë shumë shkurta. Për atë edhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në porositë e tij si mua hipet thot problem ose hipja e xumas thot prej urtësisë të imamit është to që me e shkurtu hutben e mes gjatë namazit. E na bën praktikisht kundër se na kena nevojë më tepër për shpjegim se sa janë pas nevojë sahabët në kohë. Pejgamberi në një herë s'ka më ty ka lexuar surën Qaf për shembull në hutbë. Edhe ata kanë kuptuar. Edhe kanë mësuar për shembull surën Qaf vetëm prej nizimit që e kanë lexuar prej pejgamberit për herë të parë për shembull në lindari. Edhe kanë kuptuar porosinë në cilën ka dash pejgamberi ose Allahu azza wa jalla, edhe pejgamberi me përzgjedhjen bashkë të saj sure me avan komunitetit. Por na është po mandrish, na nëse e marrim zotë një edhe mundona që me faktikisht me shpjegulu atë mesazhin
me analizu, me përshtjellu, me nxjerrë mësime për sajt instruksionet që me mujtë gjatë javës për me qenë një farë kuzhinë për herë. Prandaj edhe hutbet ose fjalimi pejgamberi sikur se ky nuk është një fjalim i gjatë i cili dalë të shajë më ndalu dhe mi kallësu tana mirësitë e Ramazanit, ja për ndalosh pika disa në mënyrë që t'ja japin atyre një farë instruksione se si edhe me sa seriozitet duhen që disa sentimojnë më shpart. Inshallah nesër mënavë do të vazhdojmë me hutben e pejgamberit alayhi salatu wassalam edhe me momentet më kritike dhe më të rëndësishme që nuk kanë kja hutbe në cilët faktikisht rreth takohet edhe përfshihet komplet urtësia ose fadileti edhe mirësia e këtij muaji. Lutim Allahun azza wa jall që agjerimin ton, ibadetet tona, të gjitha ne i lesoj dhe të na mësoj që të krymet ne i baja në kabul, inshallah Allahu azza wa jall shasi për nesh. Alhamdulillah.